përpiqet vazhdimisht për të mësuar dhe për të zhvilluar gjatë gjithë jetës. Njeriu është krijuar si një krijesë e privilegjuar nga Zoti, i pajisur me intelekt dhe mendje. Çka e dallon atë nga çdo krijesë tjetër? Ai është përgjegjës dhe mëkëmbës në tokë, dhe do t'jap llogari për veprimet e tij para Allahut të Madhëruar në ditën e gjykimit. Islami e konsideron arsimin dhe mësimin si pjesë të pandashme të tij, vetë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur i është shpallur Kurani në shpellën Hira, fjalët e para që janë komunikuar janë fjalët Iqra, që do të thotë lexo. Si për t'i dhënë një mesazh atij dhe gjithë umetit të tij për rëndësinë e të lexuarit dhe të mësuarit dhe për domosdoshmërinë e njohjes së Zotit nëpërmjet diturisë. Muslimani i ditur kontribuon në çdo sferë të jetës, ashtu sikurse edhe çdo njeri i ditur, i cili e vë dijen e tij në shërbim të së mirës përgjithshme. Muslimanët e kanë obligim kërkimin e diturisë, por dija tek muslimani është e veshur me një petk, me një veshje shpirtërore, me moralin dhe vlerat islame. Në një kohë kur teknologjia dhe globalizmi po riformosojnë procesin e të mësuarit, kërkimi i dijes po bëhet më i domosdoshëm se kur. Islami si fe gjithëpërfshirëse e ka vendosur kërkimin e dijes në qendër të zhvillimit njerëzor, madje fillimin e shpalljes hyjnore e nisi me Iqra, lexo. Ky urdhër i Allahut për të lexuar thekson rëndësinë e dijes dhe edukimit në Islam, duke inkurajuar çdo individ që të angazhohet në mësim dhe studim, duke çmuar njohurinë si një mjet për të arritur vlerat e larta morale dhe njerëzore. Vetë Kurani, për të cilin Allahu na urdhëron ta lexojmë dhe të meditojmë mbi të, na nxit të mësojmë vazhdimisht. Kurani famlart është libri që Zoti i gjithësisë ka zbritur për të udhëzuar njerëzit në rrugën e Zotit, dhe mbajtja e lidhjes së besimtarit me Kuranin famlart në çdo ditë të tij është pjesë e programit të përditshëm të një muslimani, ku muslimani komunikon nëpërmjet fjalëve të Zotit me vetë Zotin, i cili e orienton nëpërmjet këtyre fjalëve të orientohet në jetën e tij të përditshme, që të gjejë atë që është ekuilibri i duhur mes materiales dhe shpirtërores, mes dynjas dhe ahiretit. Mësimi i gjuhës arabe është shumë i rëndësishëm dhe inkurajues në fenë tonë të bukur islame, pasi na ndihmon në marrjen dhe përcjelljen e diturisë dhe informacionit, po ashtu na ndihmon në predikimin e ligjeve të Zotit dhe fesë tek të tjerët, dhe forcon komunikimin dhe unitetin mes antarëve të një shoqërie të lidhur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot, më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson ato të tjerëve. Nëse ngrihet pyetja përse Kuranin, do të thoja padyshim Kuranin si zgjidhje për problematikat, për shqetësimet, për aktualitetin e sotëm. Allahu Xhaleshanuhu thot në Kuran, dhe ka puni fort pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. E pa diskutim që litari i Allahut është Kurani i lartë madhëruar dhe modeli profetik, sjellja e profetit ton të nderuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe trashëgimia e cila ai na ka lënë pas. Pa diskutim që Kurani i lartë madhëruar i flet të brendshmes ton. Madje sa herë lexojmë na bën që të reflektojmë ndryshe. Sa herë që ndalojmë në një ajet, ai ngjan sikur është zbritur për ne, ai ngjan sikur është aty për të na dhënë përgjigje pyetjeve dhe dilemave tona të përditshme. Kurani është libri i vetëm i cili na fton për mendim kritik, por na fton edhe për reflektim. Madje Allahu Xhaleshanuhu thot, a nuk mendojnë ata për Kuranin, apo në zemrat e tyre kanë dryna. Kurani gjithashtu është zgjidhje për shpirtrat e trazuar, është zgjidhje për problematikat e kësaj kohe, është zgjidhje për ngërçet që krijohen në përditshmërinë tonë, është shpresë për besimtarin. Allahu Xhaleshanuhu thot në Kuran, a nuk qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut, dhe pa diskutim që njeriu e gjen përgjigjen për çdo gjë në rreshtat e Kuranit, në ajetet kuranore. Ilmi, ose dija, në Islam është jo vetëm për të kuptuar më mirë fen, por edhe për të kaluar nëpër sfidat e jetës me urtësi dhe përgjegjësi. Kur njeriu arrin të kuptojë drejt qëllimin e ekzistencës së tij, ai do të përpiqet të zhvillojë dhe të zbukurojë personalitetin e tij. Islami i edukon, i inkurajon muslimanët drejt kërkimit të arsimimit, ngritjes tyre pra arsimore, dhe i edukon gjithashtu edhe me përkushtimin ndaj punës. Një musliman i ditur, i arsimuar,
ka një kontribut më të çmuar në shoqëri. Po ashtu edhe përkushtimi në punë, përgjegjësia që muslimanët kanë jo vetëm përpara vetes, por edhe përpara Zotit, i bën ata që të jenë njerëz më të përkushtuar në punë, më të dobishëm në shoqëri. Mësimi i besimit në përgjithësi dhe i fesë në tërësi është nga ato udhëzime që na ndihmojnë që neve të gjejmë ekuilibrin me veten tonë dhe me raport me krijuesin. Besimi arrin, besoj unë, të dëbërtoj në thelësinë e qenies së njeriut dhe ta bëjë atë të mundur që të ndryshojë, duke pasur parasysh që një besimtar më shumë i druhet Zotit se sa pushtetit dhe shtetit. Një besimtar në radhë parë ndërgjegja që i mëson besimi e bën që të ketë droje nga Zoti i tij para se të druhet nga pjesa tjetër e njerëzve. Pra është ai pjesa e sinqeritetit që ka njeriu në besim. Dhe kjo e bën njeriu që të ndryshojë dhe të jetë gjithmonë një hap më përpara se pjesa tjetër e njerëzve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi të madhe dietarëve, madje i konsideron ato si trashëgimtarë të profetëve, duke thënë që profetët nuk lanë pas trashëgimi as dinar e as dirhem, por lanë dijen, dhe kujt i jepet ajo i është dhënë një pasuri e madhe. Profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një nga ato hadithe që konsiderohet për mua shumë i veçantë, është një hadith kur thotë se çdo gjë që ekziston në këtë gjithësi, madje edhe peshqit në thelësinë e detit, edhe milingona në ngur në atë folen e vet ku është, i kërkon falje Zotit pra bën lutje dhe i kërkon falje Zotit për mësuesin, atë që ju mëson njerëzve të mirën. Në Kur'an, Allahu na thotë të kërkojmë dije që nga djepi deri në varr. Kjo përfshin jo vetëm dijen fetare, por edhe atë sekulare që mund të përdoret për të përmirësuar jetën tonë dhe të tjerëve. Profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të jemi nga ata njerëz që punojnë për ta zhvilluar veten e tyre dhe për ta përmirësuar çdo ditë. Aq sa në një nga hadithet e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam thotë i mashtruar është ai njeri të cilit i janë barabarta dy ditë të tij. Pra ajo që na nxit ky hadith është që dita e sotme të mos jetë me barabartë me të djeshmen, dhe ase ajo e sotmja me të nesërmen, pra çdo ditë të përmirësohemi dhe ta shtojmë njohurinë dhe diturinë tonë. Kështu që të mësuarit e vazhdueshëm është pjesë e traditës islame, pjesë e mësimeve profetike. Kjo qasje fetare nuk është thjesht kërkesë për përmirësim dhe reflektim shpirtëror, por është nxitje për përmirësim intelektual dhe hulumtime më të thella, qofshin ato edhe shkencore. Normalisht që kjo do të çojë në përmirësimin e individit dhe në përmirësimin e shoqërisë aktuale. Allahu xhaleshanu i ka dhënë një vlerë shumë të lartë kërkimit të dijes, po ashtu dhe profeti ynë i nderuar ka nxitur që të modelohemi dhe të kërkojmë dhe të hulumtojmë sa më shumë në shkenca të ndryshme. Allahu xhaleshanu u jep grada të larta dietarëve, aq sa thot në Kur'an, a janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë. Madje profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na nxit duke thënë kërkojeni dijen që nga djepi e deri në varr. Kurani famëlart dhe thënit e profetit sallallahu alaihi wasallam janë të mbushura me porosi, të cilat nxisin kërkimin e diturisë dhe theksojnë se kërkimi i dijes është një detyrim universal i cili nuk ka kufi kohor dhe hapësinor. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, kërkimi i dijes është detyrim për çdo musliman. Ky hadith inkurajon të gjithë muslimanët pa dallim gjinie që ta angazhohen në mësim dhe arsimim. Pikërisht, edhe moto e shkollës sonë është dituri dhe besim, dhe kjo reflekton përkushtimin ton ndaj arsimit dhe kërkimit të dijes, të cilat nuk janë vetëm çështje të zhvillimit intelektual, por mbi të gjitha të forcimit të lidhjes shpirtërore me krijuesin e gjithësisë. Mësimi i vazhdueshëm lejon muslimanat të zhvillojnë një kuptim më të thellë të vetvetes dhe të botës përreth tyre, duke i ndihmuar të bëhen individ më të mirë dhe më të ndërgjegjshëm. Dituria është thelbësore për ndërtimin dhe zhvillimin e civilizimeve, madje Allahu xhaleshanu e ka bërë këtë obligim për besimtarët, duke mos i ndarë ata meshkuj qofshin apo femra. Më vjen në mendje një thënie e Aliut radiallahu anhu ku thot: kush më mëson mua një shkronjë i bëhem atij rob, pra i mbetem atij borxhli gjithjetën për dijen që më ka
ofruar. Në këtë kuadër arsimi dhe edukimi nuk janë vetëm mjete për përmirësim personal, por edhe mjete për përmirësim të individit, pra por edhe të shoqërisë ku përfaqësohemi. Dituria nuk është vetëm pasuri individuale, por është një vlerë e cila trashëgohet, madje edukon edhe brezat, duke përçuar tek ato vlera të larta njerëzore dhe modele të larta për të ndjekur. Mësimi i vazhdueshëm dhe përfitimi i njohurive të reja çdo ditë është pjesë e domosdoshme për një musliman. Në jetën e tij muslimani përpiqet që të marrë dituri dhe informacion, saqë profeti Muhammed alayhis salam në një nga ato transmetime të haditheve na thotë, urtësia është ajo që kërkon besimtari, kudo që ta gjej është më i meritueshëm për të. Kështu që urtësia dhe mësimet dhe mësimi i vazhdueshëm, marrja e informacionit ngado që të jetë, informacionit të dobishëm, është pjesë e besimit dhe që përmirëson njeriu e nxit atë që të mësoj dhe të meditoj rreth kësaj bote ku jetojmë, ja pasuron botën shpirtërore, por pse jo, ja përmirëson edhe cilësinë e jetës në cilën ai jeton në dynja, anën materiale e kanë fjalë. Islami udhëzon muslimanët që të jetojnë me vlera të larta etike e morale si ndershmëria, drejtësia dhe mëshuria. Në këtë mënyrë, muslimanët me shembullin e tyre mund të frymëzojnë edhe ndikojnë tek të tjerët për të krijuar një shoqëri më të mirë, më të drejtë, më të ndershme, më humane. Edhe mësimi i gjuhëve të huaja është një udhëzim që buron drejt për drejt nga Kurani famëlart. Popullsia e botës sot shkon rreth 8 miliard dhe fliten mbi 7.000 gjuhë të ndryshme. Për këtë, Zoti sjell një argument në Kuranin famëlart ku thotë: "O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise për të njohur njëri tjetrin." Dhe nisur nga ky urdhër kuranor, pra duke ju referuar këtij urdhri kuranor, na del për detyrë që ne të njohim dhe të zgjerojmë aftësitë tona në mësimin e gjuhëve të huaja për të dhënë dhe për të marrë nga kultura të ndryshme të botës. Pasi Islami është fe universale dhe gjithëpërfshirëse. Duke qenë mësuese gjuhës arabe prej më shumë se 2 dekadash, gjithmonë inkurajoj nxënësit e mi për të mësuar, për të zgjeruar aftësitë e tyre në këtë gjuhë, pasi është gjuha që ato mund të kuptojnë ligjet dhe dispozitat e fesë nga burimet kryesore autentike të tyre. Por kjo nuk është thjesht vetëm të mësojnë arabisht, por çdo gjuhë tjetër e huaj është vlerë, pasi është një dritare komunikimi me njerëzit që i rrethojnë. Po ashtu, mësimi i gjuhëve të huaja në këndvështrimin islam na shërben që të kuptojmë sa më mirë fenë e Zotit, ta përcjellim atë në mënyrën e duhur dhe ta ruajmë atë nga keq interpretimet. Nëpërmjet mësimit të vazhdueshëm, muslimanët jo vetëm që pasurojnë shpirtin dhe mendjen e tyre, por gjithashtu i bën ata shkaktar të ndryshimit pozitiv në shoqëri. Rinia është më shumë e bukur. Pikërisht në rini, duhet merren vendime që janë shumë të rëndësishme për gjithë jetën. Çdo ditë mendoj që çdo i ri apo e re duhet përpara se ta zej gjumi, ta analizoj çfarë bëra për të ardhmen time. Bëra mirë apo bëra keq. T'rregulloj gabimet çfarë ka bërë, edhe të mendoj që jeta është e gjatë, edhe që pikërisht në këtë moshë ata duhet të marrin hapat e parë drejt ndërtimit të së-ardhmes. Sot jemi në një kohë ku informacioni vjen edhe zhvillohet me hapa të shumë shpejt. Dhe neve kemi nevojë që këto lloj informacioni të dimë ta klasifikojmë dhe të marrim prej tij atë që është i dobishëm për ne. Ajo që do të nxisja të rinj dhe të rejat është që në informacionet që marrin, le të themi në të formimin për sa i përket aftësimit për jetën e përditshme, të mos neglizhojnë informacionin që ka të bëjnë me edukimin e shpirtit, pra me çështjen e besimit, sepse një informacion i tillë e plotson edhe e vendos njeriu në ekuilibër, pra i jep atë pasurinë shpirtërore që nuk blihet me anën materiale, kurse nga ana tjetër e ekuilibron dhe orienton në mënyrën e duhur për shfrytëzimin atyre të mirave materiale që Zoti ja mundson me anë të njohurive që ka për shkencat e ndryshme të natyrës, edhe ato me cilat arrin të përfitoj në këtë botë.
Si mësuese shoh çdo ditë të rinj dhe të reja që përballen me sfida nga më të ndryshmet dhe për fat të keq lën pas dore arsimin. Do doja t'u jepja një këshill. Arsimi nuk është zgjidhje, është një domosdoshmëri për jetën e gjithë secilit prej nesh. Në një shoqëri në ndryshim të vazhdueshëm, kush ndalon së mësuari mbetet pas. Procesi të mësuarit është një proces i cili zgjat për gjithë jetën dhe nuk mbaron me mbarimin e të lexuarit të një libri apo medaljen nga klasa. Procesi të mësuarit është një proces i përjetshëm.